Transferimi Christian Aslanit të Beshiktashi në Merkaton e janarit ishte deri diku surprizë, pasi mesfushori kishte refuzuar oferta nga jashtë Italisë në ditët e mëparshme, por me sa duket Beshiktashi ka pasur një ndërmjetës të veçantë në rrugën për të gjetur akordin me lojtarin, por edhe një person nga i cili të merrte informacionet për mesfushorin e kombëtares shqiptare. Emirhan İlkan, futbollisti turk i Torinos, ka zbuluar për TRT Sport se klubi Beshikhtashit nga i cili ai u transferua drejt atij të Serie A në vitin 2022 e kishte kontaktuar që të mësonte sa më shumë për futbollistin shqiptar. Aslani ishte një nga njerëzit në të cilët shkoja më mirë në radhët e skuadrës. Persona nga Beshiktashi më kontaktuan para transferimit të tij, ata më kërkuan informacione, teknika e tij është e nivelit më të lartë. Unë shpresoj që të jetë shumë i suksesshëm te Beshiktashi, tha futbollisti turk i cili më pas zbuloi se edhe Aslani i kishte kërkuar këshilla. Unë i tregova për tifozët e Beshiktashit, Stambollin apo ambientet e klubit. Unë ja tregova gjërat edhe me detaje, zbuloi lojtari i cili me sa duket ka pasur një rol të rëndësishëm te kalimi i futbollistit shqiptar në klubin turk.